diskutoni pak se është shumë e superpërdelsen, është që Edi Rama sot kanë dhënë një lajm që po ndërton një akademi ushtarake izraelite në Tiranë për forcat speciale. Izraelite në Tiranë për forcat speciale, që është pjesë e një procesi që ai po shpejton hapat, duke e ditur shumë një reagimin dhe rezistencën patriotike të popullit shqiptar dhe veprimeve të veta, sepse ai është në dramat e fundit dhe po mundohet çmos të kërkojnë mbështetjen e mbijetesës nga Izraeli. Ai ka mbyll gjitha rrugët, gjitha dyert, dhe tashmë po kërkon që Shqipëria të vendoset në sundimin e plotë të Izraelit. Është një procedurë që bëri Enver Hoxha me Jugosllavët. Po, shumë i sakt. Jashtëzakonisht i sakt. Po. Dhe koncepti sotëm që ai ka shpallur që do ndërtojë një akademi të forcave mercenare speciale me Izraelin tregon që teoria jonë që ne jemi një vend tashmë de jure i pushtuar ose më saktë i ofruar në pushtim nga Izraeli, i cili po merr një ofertë të pakërkuar që është ofruar nga Rama, kjo vërtetohet plotësisht që sot jemi në ditët më të rëndësishme të rezistencës kombëtare ndaj një invazioni të plotë që po ndërton Rama dhe familja Soros për të ndërtuar në Shqipëri Izrael në shoqërisë arabe. Sapo ka ndalë dosja e fardhave të Ramës, Albanian Files, që tregon që gjithë Shqipëria është në shqitje me projekte konkrete me paratë të kokainës dhe të kompanive të cilet janë panjohura dhe pitose nga vinë, dhe në gjitha rasti i Karabastas që po ndërtohet një qytet me 40.000 banorë. Dëgjojnë Karabastan në Lushi. Po, Altin, falenderoj shumë sepse me që jemi në lidhje direkte, nuk kemi edhe mundësi ma shumë me zgjat. Faleminderit shumë që u lajmërove, shumë respekt e urojmë sukses. Të përshëndes Altin, të përshëndes nga Prishtina. Faleminderit shumë Altin, faleminderit. Faleminderit mirë pofshmi, faleminderit shumë. Po ati, unë ja thash? Unë ja thash ati? Jo, ta kjo është e vërteta. Ti hapin sytë këta, edhe ti bashkë me ta. Se keni mik Izraelin. Izraelin nuk e keni mik mbajnë një mënd, unë e them të më dëgjojnë qytetarët e Kosovës. Nuk e kemi mik, e kemi gjarë për në gji, pik. Izraelin? Po. Ramushin? Ramushin vetëm një gabim ka që da tokën. Nëse ti, që lutem dhe njerë. Nëse ti nuk në nërton folje neve, kraj luftës. Për luftën një heq kapellën, të lutem. Jo. Ramusha Radini, as një pjesë tokës ty hupës të ka. 8.000 hektarja keni dhënë, por që janë me letra tani më shumë. Po na, shqiptarë jona ne e shqiptarët ne. Toka tona janë të gëzu që nuk va dhe si shqiptarë atyre, po të vajmë si shqiptarë t'i gëzojnë, jam dhe unë bashkë me ty. Edhe Shqipnia, edhe me dasht me hupë, Shqipnia s'mujnë me hupë këkosh. Nuk shejtet. E ka shitur o njeri. Ose ka shejt, edhe një. Garantom ti mushtu. Si shto protesta. Mas një kohë, nuk dalin manipulume për dikuj, unë e kisha më qenë një maj lumë dhe në botë. Kur ti folë kesh për një lutetar që ka prunë shlerimin, kur folë për një djemë të lutës që kanë prunë, pse i deformon fjallë të mija? Dale, nuk të lunë bësh propagandë këtu. Tu flasëm me prova, jo me propagandë. Kam thënë, them dhe do të them, nëse ke marrëvesh, ndash me rëvesh, ndash mos e merë. Jam në kundërshtim me veprimin që ka bërë Ramush Haradinaj si kryeministër i Kosovës, duke falë 8.000 hektar me Alizzi. Për të tjerat je kapelet. Ka thonë në diçka më shumë. I ftojmë, kemi edhe dy musafirë sonë të shumë special, ata janë bineq, edhe janë me profesion si ju, zoqe, janë avokat, njërë këtu në Kosovë, vinë nga Prizreni, janë vlezër. Me neve sonë të është Gjan Gjini edhe Gjan Gjini i ftojmë me dorë të kitje. Përshëndetje, mirë mbroma me sejla. Faleminderit, me sugjeto. Mirë mbroma, mirë mbroma. Cili jeni, cili? Unë jam Genti, ky është Blendi. Cili doli i pari nga ju të dy? Unë, ashtu thot shkenca, mjekësia thot. Faleminderit shumë qërë. Për dy që këta e shumë djurë Kosovë dhe janë të njurë edhe për një gjë, i kanë bo pa di Dritan Guxhaj. Sonë të përshtaj këmë fëtu, nuk e di pse i kanë bo. Sonë të janë këta këtu për më nga të regu pse... Po, dhe ta thonë. Ka që ka të flitet, pasi që edhe jemi koleg në profesion. Gjithmonë flasim në gjuhën e fakteve të provë. Pibi si më troqë, do më thonë, kena parë që ndaj figurës Dritan Guxhajt ka elemente kontraversë për personalitetin e të kaluarës ti në
shërbimin që i ka dhënë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Duke u bazuar fillimisht tek kryeministri Roma, ku unë nuk dua ta amnistoj apo ta ngrej një paralel apo ta admiroj pra atë veprim që ka bërë. Pra kryeministri Roma, duke ditur që është një figurë pavarësisht kush e përfaqëson institucion më të lartë, pra është kryeministri i vendit, ka dalë në Facebook-un e tij dhe ka postuar një dokument zyrtar, ta themi, që Dritan Goxhaj është dezertor në luftë. Pra është një kumtes e nënshkruar nga një general, që ky i bjen disa general nga Shqipëria, që të kyçen këtu që të ofrojnë shërbimin ushtarak Kosovës, do të autoritetet e Kosovës, por në atë rast Dritan Goxhaj i le këta dhe e merr kjerën nisë në Shqipëri. Pra ajo është një lloj